Kolkotës së përditshme të pritjeve të gjata të qytetarëve në kufirin me Kosovën duket se përfundimisht do t'i vi fundi. Të paktën kështu premton projekti i vendkalimit të përbashkët kufitar i ashtu quajtur One Stop Shop që u promovua sot në pikën kufitare në Blac. Kjo nënkupton se tani më qytetarët do të kontrollohen vetëm në hyrjen e shtetit pritës, ndërsa të dhëna do të shkëmbehen në kohë reale përmes një sistemi të përbashkët teknologjik. E kjo pritet që të përshpejtoj lëvizjen dhe të reduktoj pritjet në kufi. Në përurimin e nisjes së këtij projekti, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski tha se kjo pikë përbashkët kufitare nuk është vetëm kalim mes dy shteteve, por kalim drejt vlerave evropiane, përkatësisht bashkëpunimit, integrimit dhe lëvizjes së lirë. Započnuame da ja Ky kufi që deri tani nënkupton të penges, nga sot bëhet simboli modernitetit, integrimit dhe pjekurisë rajonale. Të dashur miq, ne nuk e ndërtojmë vetëm infrastrukturën e pikës kufitare, por ndërtojmë infrastrukturën e besimit të ndërsjellë. Ndërtimi i respektit dhe partneritetit ndërsjellë nuk ndodh brenda natës. Megjithatë, çdo hap, çdo marrëveshje, çdo vendim i përbashkët na ofron më shumë drejt vizionit për një rajon me dyert të hapura, stabilitet dhe përparim. Nuk do të ketë më pritje me orë të tëra në kufi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky model do të mundsojë sistemimin e policisë kufitare vetëm në hyrje, duke optimizuar resurset dhe rritur kapacitetet për përballjen me fluksin në rritje të qytetarëve. Ai po ashtu theksoi edhe rëndësinë e përfundimit të autostradës Shkup-Blac. Vetëm gjatë vitit 2024, mbi 5 milion qytetarë kaluan në 3 pikat kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kjo shifër dëshmon për lidhjet mes njerëzve tonë, por edhe për nevojën për lëvizje të lirë e të shpejt si të qytetarëve ashtu edhe të mallrave. Shpresoj që kjo nismë të shoqërohet me përfundimin sa më të shpejt të autostradës Blac-Shkup dhe të tunelit në aksin Tetov-Prizren. Dy projekte jetike që do të forcojnë më tej ndërlidhjen mes qytetarëve dhe bizneseve e do të rrisin mobilitetin, bashkëpunimin dhe zhvillimin ndërshtetror. Në përurim ishte edhe zëvendës kryeministri Zet Megjiti, i cili tha se ky është hapi i radhës drejt realizimit të konceptit Evropa pa kufi. Të nderuar të pranishëm, integrimi nuk është vetëm proces politik, është vizioni ynë për një të ardhme pa mure, pa kufit që ndajnë, por me ura që lidhin. Për një Ballkan të paqes, të zhvillimit, të drejtësisë, për një Europë që mban premtimet e veta dhe nuk ndalet në pragun e derës sonë. Kujtojmë se më 22 dhjetor të vitit 2023, në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut u ratifikua marrëveshja kufitare ndërmjet këtyre dy shteteve.